Pse Shtetet e Bashkuara nuk mund t'i pastrojnë thjesht minat dhe ta rihapin ngushticën e Hormuzit? Ja përgjigja që askush nuk dëshiron ta jap. 5 muaj para se Irani të vendoste ato mina, Amerika hoqi nga përdorimi të vetmet anije që ishin të afta t'i pastronin ato. Anije të dedikuara për pastrimin e minave që kishin mbrojtur këto ujëra për 30 vite. Të gjitha u hoqën. Zëvendësimet e tyre mbërritën vetëm disa javë para luftës. Gjatë stërvitjeve, sonarët ndaluan së funksionuari dhe ekuipazhet nuk e kuptuan deri pas çdo misioni. Një anije doli jashtë kontrollit dhe u largua drejt ujërave të Meksikës. Dhe ndërsa Amerika përpiqet të reagojë, Irani e ka kthyer ngushticën në një pikë kontrolli të tij. Anijet kineze lejohen të kalojnë. Anijet indiane negociojnë me Teheranin dhe kalojnë të sigurta. Anijet perëndimore që përpiqen të kalojnë përballen me sulme dhe digjen. Irani kontrollon kush hyn dhe kush digjet. Ligjvënësit iranian po propozojnë tarifa zyrtare, duke detyruar çdo anije të paguajë drejt për drejt Teheranin për kalim të sigurt. Amerika hoqi anijet e saj më të mira. Zëvendësimet nuk funksionojnë siç duhet dhe rruga ujore më e rëndësishme në botë tani varet nga leja e Iranit. Kjo nuk ishte fat i keq. Ishte një vendim.